Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga dhimbja e kockave, duhet të hiqni dorë me një herë nga këto 5 ushqime. Është e pamundur të mos dëgjosh apo njohësh një shqiptar të vetëm që nuk ankohet për dhimbjet e kockave. Duket sikur kjo problematik shëndetësore është një e keqe e përbashkët e cila vazhdon të prek gjithnjë e më shumë njerëz, pavarësisht moshës së tyre. Sa po flitet për dhimbje kocka, shumica mendojnë menjëherë për reumatizmën, por nuk është gjithmonë kjo sëmundje shkaku i dhimbjeve, pasi ka raste kur mund të kemi të bëjmë me artrit dhe inflamacione të tjera të gjymtyrve. Mënyrat e gabuara të qëndrimit, lodhja fizike dhe faktori gjenetik janë disa nga faktorët të cilët rrisin mundësinë të vuani nga dhimbja e kockave, por jo më pak i rëndësishëm mbetet edhe regjimi ushqimor. Këtu ju do të mësoni për ushqime të cilat nuk duhet të hani në qoftë se keni dhimbje kockash. Veza. Edhe pse veza është një burim i pashtershëm vitaminash dhe proteinash, është e këshillueshme që personat të cilët kanë probleme me kocka të reduktojnë sa më shumë konsumin e tyre. Duke qenë se vezët janë me origjinë shtazore, ato përmbajnë acid i cili ul mbrojtjen e organizmit në raste se ju vuani nga artriti. Pijet e sheqerosura. Në qoftë se ankoheni vazhdimisht nga dhimbjet e kockave, duhet që të shmangni sa më shumë këto pije dhe ato të gazuara. Këto pije kanë në përmbajtjen e tyre sheqer të dëmshëm dhe acid fosforik që përkeqësojnë gjithnjë e më shumë gjendjen tuaj. Mishi i kuq. Dietologët dhe ekspertët e shëndetit shprehen se gjithmonë duhet të jeni skeptik për sa i përket konsumit të mishit të kuq. Edhe pse mishi përmban shumë hekur dhe gjithashtu ndihmon edhe në prodhimin e hemoglobinës, në qoftë se ju abuzoni me konsumin e tij, ju mundet që të rrisni rrezikun për të patur artrit reumatoid dhe patologji të tjera të cilët sillin në dhimbje të kyçeve. Në vend të mishit të kuq, hani mish pule, peshk ose mishin e gjelit të detit. Patatet. Patatet përmbajnë gjithashtu një sasi të lartë të proteinave dhe të potasit që i nevojitet organizmit, por pavarësisht kësaj, ju nëse vuani nga artriti apo dhimbjet reumatizmale, duhet që të shmangni konsumin e patateve, pasi ato përmbajnë një lloj toksine të quajtur solanin që i përshkallëzon këto dhimbje. Frutat e thata. Frutat e thata janë një burim shumë i mirë i acideve omega 3, por në mesin e këtyre frutave mundohuni të evitoni sa më shumë konsumin e stikave të pishës, arrave dhe arrat e Brazilit, pasi përkeqësojnë gjendjen tuaj shëndetësore. Mirë po, ashtu si çdo makinë me kalimin e kohës, edhe trupat tanë do të konsumohen. Gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizjes dhe të presionit. Nyjet janë pikat ku dy kocka takohen dhe ato janë të lidhura me njëra tjetrën përmes ligamenteve, tendinave, kërceve dhe muskujve. Nyja e gjurit është më e madhja në trupin e njeriut. Ajo trajton një sasi të madhe stresi, pasi mundëson lëvizjen e trupit duke mbështetur pjesën e sipërme të trupit. Me kalimin e kohës, kërci në fund të eshtrave që formon bashkimin mund të përkeqësohet dhe për më tepër ka gjasa që qeset me lëngje në kupën e gjurit të mundësojnë lubrifikimin e nyjeve dhe më pas të acarohen në qoftë se lëndohen. Ka shumë shkaqe potenciale për dhimbjen e nyjes së gjurit.
Një gjendje kronike e cila ndodh kur kërci midis theshtrave është thyer. Artriti reumatoid, që është një sëmundje autoimune që ndikon në nyje duke shkaktuar ëndje, inflamacion i qeskave fluide para ose prapa gjurit, sëmundje imunologjike, lëndimet ose lëvizja e tepërt, inflamacion i tendinave, një formë e artritit në të cilën grumbullohet ujë. Për fat të mirë, gjunjët tona ka mjete natyrale për të ulur inflamacionin dhe për të lehtësuar gjithashtu dhimbjen. Kjo recetë është njëkohësisht e shkëlqyer për dhimbjen e gjurit dhe nga ana tjetër ajo përmban anti-inflamator dhe analgjezik tepër efektiv. Sigurisht, duhet të dini se përbërësit që përmban kjo recetë janë tërësisht të veçantë dhe të rekomanduar nga mjekët. Si fillim, speci djegës është përdorur nga amerikanët për të lehtësuar dhimbjet dhe gjithashtu kapsaicina, e cila përmban një substancë kimike të pranishme në përqendrime të ndryshme tek speci, lehtëson në dhimbjen përmes një shumëllojshmërie mekanizmash. Së pari, kapsaicina parandalon transmetuesin e dhimbjes kimike, substancën P, që të arrijë në tru. Së dyti, kur ajo zbatohet dhe përton në lëkurë për të defunksionalizuar fibrat që i përgjigjen stimujve të dhimbjes. Dhe gjithashtu nëpërmjet lëkurës, kapsaicina parandalon fibrat nervor që të ndjejnë dhe të transmetojnë në dhimbje. Një studim i një përqendrimi prej 8% kapsaicin të aplikuar për menaxhimin e dhimbjeve gjeti se aplikimi për vetëm 1 orë ishte efektiv në reduktimin e dhimbjes deri në 12 javë. Kapsaicina është gjithashtu efektive për sëmundjet inflamatore të lëkurës. Uthull molle është mjaft të dobishme për shëndetin e njeriut. Acidi acetik që gjendet në uthull depërton në lëkurë dhe mund të ndihmojë në thyerjen e kristaleve të acidit acetik që mund të formohen në nyje duke parandaluar dhimbjen. Vaji i ullirit po ashtu është një mjet i shkëlqyer anti-inflamator dhe i butë. Xhenxhefili ka fuqi anti-inflamatore, fitokimik dhe gjithashtu pengon një përgjigje të tepruar imune e cila shkakton inflamacion. Nga ana tjetër, xhenxhefili dhe aplikimi i tij në nyjet e njerëzve me osteoartrit rezultoi në lehtësimin e dhimbjeve brenda 1 jave. Ju mund të aplikoni këtë pastë në çdo nyje për të zvogëluar inflamacionin dhe gjithashtu për të lehtësuar dhimbjen. Ju mund të dëshironi të eksperimentoni me recetën duke përzierë gjysmën e sasisë së uthullës me vaj ulliri. Nganjëherë masazhimi mund të jetë i fortë dhe vaji pakson nxehtësinë dhe lehtëson aplikimin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me spec djegës pluhur, 1 filxhan uthull molle ose gjysmë filxhani vaj ulliri, gjysmë filxhani me xhenxhefil të grirë. Përgatitja: shtoni xhenxhefilin e grirë dhe specin djegës të tretur në uthull molle ose vaj ulliri të ngrohtë. Përzijini mirë derisa të formohet një pastë. Aplikojeni pastën në zonën ku ju keni dhimbje 2 herë në ditë dhe lëreni të veprojë për plot 20 minuta. Më pas shpëlani me ujë të ngrohtë dhe thajini. Masën e përgatitur ruajini në frigorifer dhe tundeni mirë para aplikimit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju fton gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.